sfidat e të qenurit non edhe njëtën kohë krijuese e kontentit, duhesh me gjetë një farë balanci që realisht kur e mendoj vetë që krijoj video edhe me këtë orar që e kom edhe me zipja dalë, me gjetë kohën, nuk po muj me paramendu me pas edhe një fëmijë që duhesh me u përkujdes për ta, duhet me qenë hala ma e vështirë. E vërtet, është, Alin, unë kur e mendoj çka është sfida më e madhe momentalisht është me gjetë kohë. Kohë për me kriju content ose kohë për me bo diçka për veten, se e kam ditën çast ngarkume, sa që shpesh nuk gjej kohë mjaftueshëm, aq sa du me kriju content për shembull. Po tash e kom kyç pak edhe zhakun se tu postu fotografi njerëz të e lyp edhe ma shumë, postoj zhakun mo mu s'po m'lypen. Ka ndryshu fokuse. Po, e kështu që ka njerë si pas disponimit ti edhe ati i bëj video, ose diçka që mu më shtyn me kesh, e postoj në Instagram. Edhe naturalisht ndryshon edhe ajo rrjedha e tipit kontentit që e poston edhe tash e gjejnë veten te ti po besoj edhe shumë nana të tjera dhe janë të interesuar edhe për rutinën e produktet e gjithçka tjetër. Kur jemi te produktet, sa i përket grimit, Rita e ke një rutinë të njëjtë gjithmonë, ai e person që eksperimenton me produkte, prej sa po e shoh kryesisht ki produkte që janë më të kushtueshme. Qysh e ke gjetë këtë rutinën që e ke tash? Mu më pëlqen shumë clean make-up. Ashtu ose effortless make-up. Po. Se normal e kam tepër të rëndësishme që njëherë me pas lëkurën mirë, lëkurën e mirë mbajtën edhe me shkëlqen. Që e kesh me të vërtet shumë mirë, edhe tash e po të shoh live, po të shkëlqen kështu me të vërtet lëkura. Shkaku që edhe kam edhe punën, asë nuk më lejohet mos me pas pra lëkurën e mirë mbajtën. Normal se na e promovojmë një lëkurë të mirë, të mirë mbajtun, të shëndetshme, që është diçka që arrihet me tretmanet e duhuna, me produktet e duhuna, natyresht. Kështu që kam qef që edhe make-up me qenë sa ma clean, me një lëkurë të mirë. Mendoj që po mundona me i pas ashtu produkte ndoshta më të kushtueshme, po të mira, edhe nuk është që kam edhe make-up tepër, se besoj që edhe vajza që më njohin nuk eksperimentojmë në shumë me make-up, ose nuk jam njoft kur i personi që vendosi shumë make-up, po i kam ato produktet e mia specifike edhe vazhdimisht i përdori. I përdor ato. E ke një produkt që e ke kështu ma të preferuar se krejt tjerë, unë zakonisht i pyes mysafirta e ke një produkt pa cilin s'munësh me jetu, kështu më thoj za. Une më pëlqen për shembull me vendos blush kështu gjithmonë, duke që t'jep jetë shumë e vërtet. Edhe nëse nuk i vendos kurrë tjetër, sidomos nëse je pak e rrezitur, vendos pak blush, mendoj që dukesh pajtona plotësisht. Ashtu glowing edhe super.